Një shtatzani me trinjak është një gjë shumë e rrallë, por jo e pandëgjueshme. Mirë po kur një nga nënat nga Liverpool, Mbretëria e Bashkuar, shkoi për një eko në spital, mjekët zbuluan diçka të jashtëzakonshme, diçka që ka vetëm një shans në 200 milion të ndodhë. Gina, 28 vjeçe, një inspektore pronash nga Liverpooli, mësoi se ishte shtatzan. Ajo bashkë me burrin e saj Gerin ishin shumë të lumtur. Ata kishin folur gjithmonë për të pasur fëmijë. Dhe edhe pse kjo shtatzani nuk ishte plotësisht e planifikuar, ajo ishte e mirëpritur. Ishte surpriza më e bukur, kujton Gina. Ishte shtatzania jonë e parë dhe ne ishim në një moment të mirë në jetën tonë, me financa dhe gjithçka tjetër, dhe të gatshëm për të sjellë një fëmijë në këtë botë. Geri shtoi: "Gjithmonë kam dashur të jem baba. Më pëlqen një sfidë e mirë dhe rritja e një fëmije. Duhet të jetë një nga sfidat më të mëdha që mund të kesh." Kështu Gina rezervoi një kontroll në spital dhe aty zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Ajo ishte shtatzën me jo një, por me 3 fëmijë trinjak, të gjithë djem. Lajmi shokoi pasi as në familjen e Gjinës dhe as atë të Gerit nuk kishin pasur binjak, LRM, trinjak. Megjithatë, ata e pan këtë si një gjë emocionuese dhe pozitive. Do të jetë sfiduese të kemi 3 fëmijë njëkohësisht, por do të jetë edhe 3 fishi i gëzimit ta Geri. Tani le të hedhim një vështrim mbi shanset për të pasur më shumë se një fëmijë. Shumica e shtatzanive rezultojnë në lindjen e një fëmije të vetëm, që është standarde. Shanset për të pasur binjak në një shtatzani natyrale janë rreth 1 në 250, ndërsa për të pasur trinjak, shanset rriten ndjeshëm 1 në 10.000. Pra, Gina tashmë po sfidonte probabilitetin, por kjo nuk ishte asgjë në krahasim me ngjarjen e 1 në 200 milion që po ndodh brenda trupit të saj në ato moment. Gjatë kontrollit, mjekët vorën diçka që i shqetësoi. Megjithatë, ata zgjodhen të mos ndanin me një lajmin me prindërit, preferuan të 2-fishonin dhe 3-fishonin kontrollin e fakteve. Zakonisht nuk mbajmë informacione nga prindërit gjatë kontrolleve të tyre, tha një nga mjekët, por nuk donim të shkaktonim shqetësim të panevojshëm pa qenë të sigurt për të gjitha detajet. Kështu Gina dhe Geri u kthyen në shtëpi dhe vazhduan me përgatitjet e tyre. Ata kishin 3 fishin e ushqimeve, veshjeve, shtretërve dhe një mori gjërash të tjera për të blerë. Edhe pse ishte shtatzania e saj e parë, e gjithë procedura kaloi relativisht pa probleme. Megjithatë, mjekët nuk e zbuluan asnjëherë sekretin që kishin vërejtur gjatë kontrollit të parë. Gina mbeti e pavetëdijshme për sekretin e pabesueshëm që ndodhej brenda trupit të saj. Afër ditës së lindjes, Gina filloi të ndjente dhimbje të pazakonshme dhe kishte disa gjakderdhje të lehta. Mjekët e këshilluan se kjo ishte në atë moment që Gina mori sinjalin e parë që gjërat mund të mos ishin krejtësisht në rregull me shtatzanin. Por, edhe atëherë, ajo nuk mund ta kishte imagjinuar kur sekretin e fshehur brenda trupit të saj. Dita e lindjes më në fund erdhi dhe Gina u dërgua me urgjencë në spital një mëngjes të vonshëm. Edhe pse ajo kishte vendosur të bënte një lindje natyrale, mjekët rekomanduan fuqishëm një seksion cezarian për të minimizuar rreziqet për të dhe për trinjakët. Disi e zhgënjur, ajo pranoi, gjë që për sigurinë e fëmijëve të saj, ajo këtë e pranoi. Por ndërsa po përgatitej për operacion, mjekët më në fund zbuluan sekretin që kishin vërejtur në skanimin fillestar. Trinjakët po ndanin një placentë të vetme. Kjo ishte një nga komplikacionet më të rralla të mundshme, veçanërisht kur bëhej fjalë për trinjak, dhe për habin e Gjinës, kjo shkaktoi disa probleme serioze që rrezikonin jetën pas lindjes. Unë nuk kisha asnjë ide se çfarë do të thoshte për djemt e mi të ndanin një placentë, tha Gjina, duke kujtuar momentin kur mësoi lajmin. Nuk më tingëllonte shumë serioze, por mjekët dukeshin shumë të shqetësuar për këtë, dhe kjo na shqetësoi edhe mua edhe Gerin. Por në ato moment, po përgatitesha për operacionin dhe nuk mund të pyesja të gjitha pyetjet që më silleshin në mendje.
Lindja përfundoi dhe mjekët të nxituan të vlerësonin shëndetin e trinjakëve. Ajo që zbuluan ishte shqetësuese. Njëri nga djemtë ishte dukshëm më i dobët se dy të tjerat. Ky fëmijë u dërgua menjëherë në njësinë e kujdesit të veçantë për foshnjat, ku ju dha vendosje menjëhershme për shpëtim të jetës. Gjina dhe Geri ishin shumë të tronditur dhe nervoz, por përpiqeshin të qëndronin të fortë për hir të dy djemve të tjerë. Nëse djali i tretë do të mbijetonte apo jo, mbetej për tu parë, por shanset nuk dukeshin të mira. Mjekët luftuan për të stabilizuar fëmijën më të dobët, i cili po përjetonte tronitje pas procesit të vështirë të lindjes. Ata i dhanë oksigjen dhe një infuzion të vitaminave dhe lëndëve ushqyese të rëndësishme, pastaj e transferuan në njësinë e kujdesit të veçantë për foshnjat. Por ai ende nuk ishte jashtë rrezikut. Ekzistonte mundësia që ai të vuante nga dëmtime të përhershme dhe dobësuese në trup për shkak të mungesës së gjakut gjatë zhvillimit të tij. Gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, ai u mbajt në kujdes të vazhdueshëm. Për habinë e të gjithëve, foshnja e dobët filloi të përmirësohej gradualisht dhe pas 3 muajsh në spital, ai ishte i fortë mjaftueshëm për t'u bashkuar me 2 vëllezërit e tij dhe për t'u rikthyer në shtëpi. Më në fund familja e Gjinës dhe Gerit u bë e plot. Ata e quajtën djalin e tyre të dobët djali i vogël që mundi gjithçka. Sot trinjakët janë një trio e shkëlqyer e mrekullive që sfiduan të gjitha shanset në çdo hap të rrugës. Ata e kaluan çdo sfidë me forcë dhe dashuri, duke treguar se mrekullitë ndodhen edhe në kushtet më të vështira. Të rritur në një familje të mbushur me dashuri dhe përkushtim, trinjakët u ritën të fortë dhe të shëndetshëm, me një lidhje të veçantë mes tyre. Gjina dhe Geri kur nuk e morën si të mirëqen bekimin e tyre të trefisht dhe e pan çdo ditë si një dhuratë të çmuar. Pavarësisht se rruga ishte plot me pengesa, Gjina dhe Geri e përballuan çdo sfidë me guxim dhe durim. Ata ishin gjithmonë aty për njëri tjetrin, duke mbështetur dhe inkurajuar njëri tjetrin në momentet më të vështira. Tani me trinjakët e tyre të shëndetshëm, ata e ndjejnë se çdo sakrificë që bën vlejti. Familja e tyre tani është një shembull frymëzimi për të tjerët, duke treguar se me dashuri, besim dhe mbështetje të ndërsjell çdo sfidë mund të kapërcehet. Gjina dhe Geri ndihen krenare që rrugën që e kishin kaluar dhe për forcën e jashtëzakonshme që kanë treguar gjatë kësaj përvoje. Trinjakët e tyre janë në një kujdesje të gjallë se mrekullitë ndodhin dhe se çdo ditë me ta është një dhuratë e çmuar.